Iniciativa e qeverisë për shkarkimin e kryeprokurorit pritet që nesër të vendoset në rendite në seancë plenare. Kryeparlamentari Afrim Gashi gjatë brifingut të sotëm me gazetarët tha se ende nuk i është dorëzuar ftesë Koceskit se në seancën e nesërme do të bëhet shkarkimi i tij, por se do t'i dorëzohet gjatë ditës. Qeveria ja dorëzoi Kuvendit propozimin për shkarkimin e kryeprokurorit më 9 dhjetor me arsyetimin se Koceski ka kryer gabime të rënda profesionale gjatë udhëheqjes së prokurorisë publike, të cilat sipas tyre kanë çuar në dëmtimin e efikasitetit dhe funksionalitetit të institucionit. Shpalosje e pa autorizuar e informacioneve dhe të dhënave për çështje gjyqësore, duke shkelur kështu detyrimin për mbrojtjen e sekretit të procedurës sipas ligjit, dëmtim të reputacionit të prokurorisë publike dhe reputacionit të tij personal. Mosveprim në përputhje me detyrimet e parashikuara në kushtetut, ligjet dhe marrëveshjet ndërkombëtare të ratifikuara në përputhje me kushtetutën. Si pasojë e shkeljeve të kryera gjatë periudhës së kaluar, funksionaliteti i dëmtuar i prokurorisë publike është evident dhe integriteti i saj është dëmtuar seriozisht. Në përputhje me nenin 27 paragrafi 1 të ligjit për prokurorinë publike. Pikërisht, prokurori publik është përgjegjës për gjendjet e përgjithshme, për organizimin dhe kryerjen e funksioneve të prokurorisë publike. Sa i përket pjesës tjetër të punës së Kuvendit, Gashi tha se deri në fund të dhjetorit pritet të mbahen 4 seanca plenare. Më 23 dhjetor para deputetëve fjalën vjetor do të ketë presidentja Gordana Siljanovska-Davkova, ndërsa më 25 dhjetor do të mbahet seanca për pyetje të deputetëve. Gashi në takimin me gazetarët theksoi gjithashtu se mbetet të miratohen edhe 2 ligje për të kompletuar agjendën e reformave dhe ata janë ligji për rrugët publike dhe ligji për Këshillin Gjyqësor.